Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 15 nëntor 2025. Dashi. Rishikimi i ditës dhe mbase edhe i një nervozizmi të fortë. Optimizmi juaj duhet të largojë melankolinë. Demi. Ju do të dëshironi të shkoni larg, të filloni projekte diku tjetër, por kjo nuk është e lehtë. Problemi është se nuk ndiheni rehat. Mos u dorëzoni në provokime dhe përpiquni të endeni në mendje, nervozizëm. Binjakët. Ditë e madhe. Dashuria është në qendër të vëmendjes, ju mund të shihni miq ose njerëz që nuk i keni dëgjuar për një kohë të gjatë. Gaforja. Kjo ditë shkon në lëvizje të ngadalë. Sjellja juaj mund të sfidohet nga partneri ose familja juaj. Luani. Do të arrini të shkëputeni nga situatat që ju kanë mbajtur të burgosur, takime të reja pozitive. Diskutimet prindër fëmijë duhet të shmangen, mbrëmja sjell më shumë qetësi. Birgjeresha. Kujdes edhe për shpërqendrimet. Ndonjëherë nuk ndiheni të kuptuar. Peshorja. Ka disa llogari për t'u shqyrtuar. Dashuria duket larg. Akrepi. Një negociat në fushën e shitjeve mund të lirohet ose një situatë që disi ishte ndalur nga një pengesë ligjore. Një sqarim do të jetë i detyrueshëm sonte, përgjithsisht një ditë pozitive. Shigjetari. Ju duhet të zgjidhni një mosmarrëveshje të vogël, një çështje parash ose ndonjë pagesë të vonuar. Jepni trupit tuaj pjesën tjetër që i nevojitet. Britsjapi. Kjo ditë fillon në një mënyrë veçanërisht të trazuar. Sot jeni të lodhur dhe pak nervoz. Ujori. Dita e rikuperimit dhe gjithashtu për ata që kanë pasur një kapje në ditët e fundit, tani është më mirë. Do të keni lajme të mira. Peshqit. Kushdo që ka një padi, një pyetje ligjore në vazhdim duhet të kishte marrë tashmë një përgjigje të mirë. Në dashuri mund të vendosni të jetoni një ndjenjë, propozime të reja çdo ditë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.